A ka kështu momente kur ndonjani për juve nuk jeni mirë, ose jeni përla diçka, Po, ka ndodhur. A e reflektoni në shfaqje? Jo, në shfaqje nuk reflektohet, mundohemi me i minimizu këto gjana. Ka ndodhur një moment që tash para se me qenë premiera, një përlami e vogël, katafytje e vogël, po normal të ndodhin, adin se është lodhja, 2-13 orë punë, të kapë histeria. Edhe i kapi 2 prej aktorëve, i kapi histeria. Edhe na kishme me shku, mas 3 dite kishme me shku në Samson. Edhe kishme me gjiru pramon, edhe i kapi histeria. Sarë nuk më ishin me unal, 2 aktorë. Edhe unë i thesha, okej, hajde po pauzojmë, 5 minuta, keshni, edhe ma ndej po hymë prap me gjiru. Nuk kish shanca me unal. Deri sa, ma ndej, o dasht me u qartë pak. A u qartë e pak? Unë e di sa pak është, ajo? Aj paku. Aj paku, edhe po ma ndej tani asë një gjysë busqe. Prim s'ke marrë mo, ha? Edhe po jo, u qetsuni. Po janë gjona normale? Janë gjona që ndodhin bile, shumë pak nga ka ndodhë, qka dash me ndodhë, qfar sikleti kemi pas dhe qfar stresi kemi pas. Se me sa e di, periudën e keni pas të për shkur, për me shku në Samson. Po, se na kemi vendu që kemi një periudë ma gjatë për shkak se kemi pas ftesën e një festivali tjetër. Ai festivali nuk u bë, edhe ky festivali ka qenë shumë ofër në mars, do me thonë. Na kemi pas në prill me shku në festival, në mars o dash mu bë gati edhe o dash mu mobilizu, po pa dyshim shfrytëzoj rastin me falenderu edhe Ali Volkan Qetinkaja, regjisorin që ka qenë një regjisor i jashtëzakonshëm, edhe e ka ritme me bë shfaqjen në asnjë lloj mënyre, edhe që publiku e ka ditë edhe ku ka me qesh publiku, edhe ku ka me duart rokit publiku. Do me thonë, ka qenë detajist i jashtëzakonshëm. Kështu që edhe falë ti, do me thonë, o bo edhe kjo shfaqje. Por një ben ka qenë një ekip fantastike.